Unë desha të them diçka shumë interesante. Diçka që se kam thënë askujt edhe gjeta sot në mëngjes, pasi diskutova dje me miqtë e mi në TikTok. Unë kam vëre që në të gjitha gjuhët indo-europiane ekziston një motivi gjarprit. Në fakt ky motiv është dhe tek fiset maja në Amerikë dhe është zhvilluar në mënyrë të pavarur nga europianët. Tani ç'është ky motivi gjarprit? Ç'kuptim ka? Po. Tani është studiuar gjuha hitite për më shumë se 100 vjet, që kur u zbuluan pllakat e para prej balte, të shkruara me fjalë njërokshe sumere në Turqinë e sotme. Dhe aty gjendet një figurë mitologjike që quhet Ilyanka ose gjarpri. Dhe unë nuk e kuptoja ç'do thot kjo. Derisa bisedoja me një mësues fizike, i cili po më shpjegonte që në qiell, një herë në 2000 vjet, ndryshojnë konstelacionet. Kjo quhet procesioni në fizik, nga që toka rrotullohet rreth aksit, ne na duket sikur rrotullohet qielli, dal nga dal, dhe për 2000 vjet me radhë, një konstelacion zëvendësohet me një konstelacion tjetër. Ndërkohë, kjo shkakton edhe ndryshimin e besimit fetar. Domethënë njerëzit që në periudhën parahistorike, domethënë që para 55.000 vjetësh, kanë vizatuar në përshpella, jo kafshë të egra, por konstelacionet. Konstelacionet. Prit, në përshpella. Prit ta vazhdoj. Dhe tani, konstelacioni i parafundit, një sekond, prit, do t'i heq kufjet. Nuk po dëgjoj, se dua që të flas, që të mos më ndërpresin. Dua të flas vetëm me yllin. Të tjerët le të dëgjojnë. Dhe konstelacioni i parafundit ka qenë konstelacioni i Dragojit. Drako në gjuhën helene. Dhe ky konstelacion, sipas studimeve më të fundit astronomike, ka qenë që nga viti 3942 para erës sonë, sakt, deri në vitin 1793 para erës sonë. Tani unë kuptohet që do ta përdor inteligjencën artificiale. Çdo gjë që unë e them është e saktë, e sigurt. Dhe popujt të ndryshëm, pa komunikuar me njëri tjetrin, kanë që të gjithë konceptin e gjarprit, të Dragojit. Po përse? Pikërisht pra, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Cilvizimi i majave në Amerikë. Cilvizimi i Aztekëve, po ashtu në Amerikë. Cilvizimi kinez në Azi. Cilvizimi ilir në Iliri. Cilvizimi hitit në Turqinë e sotme. Me të njëjtën datë, pasqyrojnë mitin e gjarprit. Miti i gjarprit, që mbytet nga një hero, në rastin e Iliris Kadmosi, nuk është asgjë tjetër, veç se zhdukja e ngadalt e yllit polar ose syri i Dragojit, nga që ai lëviz me shekuj dal nga dal, jo një herë. Pra kjo lëvizje ndodh për 2000 vjet. Dhe kjo shqetëson të shumë njerëz të lashtë, si mund të lëvizi ylli polar? Sepse ylli polar që është tani sot, ka qenë syri i Dragojit në vitet 3942 para Krishtit dhe 1793 para Krishtit. Kjo është. Kaq e bukur. Ne na duken këto si pushtime. Nuk janë pushtime. Njerëz në anë të ndryshme të globit kanë pasqyruar të njëjtën fenomen qiellor, astronomik, dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri. Pra nuk kanë shkuar indo-arianët në Indi
dhe kanë vendosur atje besimin indo-arian. Kjo është një teori raciste, që në fakt shkaktoi luftën e dytë botërore. Domethënë, gjermanët janë të çmendur, po s'kishin ata atëherë inteligjencë artificiale. Nuk kishin libra, nuk kishin enciklopedi. Pra, këtë lidhje ka bërë vetëm inteligjenca artificiale. Popujt të ndryshëm, në të njëjtën kohë, kanë përshkruar të njëjtën fenomen në qiell. Domethënë, konstelacioni i Dragojit ka qenë në atë pjesë të qiellit ku ishte ylli polar, domethënë pjesa e palëvizshme e qiellit. Dhe sipas njerëzve të lashtë, atje shkonin shpirtrat e të vdekurve, dhe nuk është ky vetëm besimi ynë, por është besimi i majave, besimi i aztekëve, besimi i popullit të Azisë në Kinë, besimi i egjiptianëve, besimi i hititëve indo-europian në Azinë e Vogël dhe besimi i ilirëve. Tani kjo është një çmenduri, po ja përsëris që të gjithëve. Qytetërimi i ilirëve pas ka ekzistuar në vitet 3942 para rëson deri në vitet 1793 para rëson, pa nevojën e shkrimit. Këto fenomene pasqyrohen në mitologjinë e fiseve afrikane. Janë fise afrikane që nuk shkruajnë, por i kanë këto mite. Pra s'ka nevojë që të shkruash, mjafton të pikturosh. Dhe siç e thash dhe më sipër, piktura konstelacionesh janë gjetur në shpellat në jug të Francës. Cro-Magnon. Pra çfarë është Cro-Magnon? Çfarë është njeriu? Është njeriu që shikon në qiell dhe shikon dhe bashkon yje të ndryshme në kafsh të ndryshme përbindsha qiellor. Nga diun këtë, qyteti më i vjetër gjendet rreth viteve 9000 para rëson. A kuptoni ç'do thot vitet 9000 para rëson? Është gjetur në Gültepe në Turqi, i varrosur ky qytet me konstelacionet e qiellit të zodiakut, 12 konstelacionet me statuja gjigande përbindshash. 9000 vjet para rëson, i vërtetuar nga zbërthimi i izotopeve të karbonit. Çfarë ndodh? Izotopet e karbonit çdo 2000 vjet katërfishohen, zbërthehen. Pra, duke bërë këtë kalkulim, është gjetur mosha e këtij qyteti në Turqi 9000 vjet para rëson. Pra, ku do të dalun? Ne mendojmë që Iliria është pushtuar nga Hellada. Jo. Iliria është qytetërim më i vjetër se ai Helen, sepse vetë koncepti i Iliris ose Hilyria është mbështetur mbi dragojin Yllianka. Nga pllakat sumere me balt me izotopet e karbonit, ne kemi datuar këto pllaka sumere në vitet 1900 para rëson. Dhe momenti i fundit kur ka lëvizur plotësisht yllësia Dragos ose e Dragojit, se Drako i thonë në greqisht, siç e thash, ka qenë fundi i kësaj periudhe, viti 1793 para rëson, që përkon me qytetërimin hitit dhe me përbindshin Yllianka. Nuk gjej dot fjalë. Ky përbindesh edhe sot e kësaj dite është i gdhendur në shkëmbinj masiv në Turqi, atje ku ishin pikërisht hititët. Dhe gjuha hitite është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Po kjo është çmenduri. Në gjuhën hitite është gjetur fjala smankur, ne i themi mjekër. Në gjuhën hitite është gjetur fjala shiu, një lloj si në shqip. Në gjuhën hitite është gjetur fjala tiavat. Në shqip kjo është kthyer në ditë, edhe në gjuhën kelte, ditë. Pra, zbulimet gjuhësore përkojnë me zbulimet astronomike dhe me datën e yllësisë së Dragojit, Yllianka. Pra, ky është live-i më i bukur që ke bërë deri më sot. Të falenderoj që më ftove dhe
unë TikTokun e kam qef, sepse në TikTok unë gjej njerëz të këndshëm. Kjo është e gjitha. Ky është frymëzimi im. Kur unë gjej njerëz të këndshëm dhe kur bisedoj me ju, idetë e mia zhvillohen, idetë e mia marrin jetë nga njeriu, se kur flet para kameras nuk e ndjen atë në thellësi të shpirtit, ndërsa kur flet me një njeri të gjallë, kjo është kaq e bukur dhe idetë mishërohen. Pra, e përsëris, qytetërimi hitit përkon pikërisht me ullësinë e dragojit. Yllianka është përbindshi i dragojit i gdhendur, edhe sot e kësaj dite mund të gjendet në kodrat hitite. Pra është kaq e bukur. Ngjarjet astronomike përkojnë me zbërthimet e karbonit të pllakave hitite, ku janë gjetur fjalët e gjuhës shqipe. Kjo është kaq e tmerrshme dhe e bukur. Pra gjuha shqipe është gjuhë hyjnore. Nuk ta merr mendja që ka jetuar kaq gjatë e paprekur. Kjo për arsyen se askush nuk e di që populli i lirë ka qenë populli më i madh i antikitetit, dhe nga diun këtë, nga një shkrimtar hebre që quhet Flavius Josefius. Nga Jeruzalemi është marrë ai për në Rom, nga perandori Vespasian, dhe e shkruan në greqisht, sepse greqishtja ishte gjuha e qytetërimit edhe për romakët. Edhe i lirët shkruan në greqisht, për Zotin. Pra nuk ishin të pushtuar nga grekët. Kjo është çmenduri. Qytetërimi i lirë shkruante greqisht. Shkruante për ngjarje astronomike. Po kjo është për të qarë. Po kjo është llaftar. Dhe qytetërimi i lirë përkon si lulëzim me qytetërimin hitit. Po ta dinin armiqtë e Shqipërisë që gjuha shqipe përkon me gjuhën hitite dhe emri i lirëve lidhet me përbindshin Yllianka dhe përbindshi Yllianka përkon me ullësinë e dragojit nga vitet 3942 para erëson, në vitet 1793 para erëson. Po ta dinin këtë armiqtë e Shqipërisë, po ja them me bindje të plot që do ishte shkatruar gjuha shqipe nga armiqtë tanë. Pra, kjo është gjë më e bukur që ka ndodhur deri më sot. E përsëris, emri Illyria është emri i dragojit Yllianka, i shtrembëruar në gjuhën greke si njeri me bisht. Pra kjo është Yllianka. Ky është emri i lirisë, Yllianka. Dhe vjen nga gjuhët semite, nga fjala hilos do thot perëndi. Pra, përfundimisht, qytetërimi i lirë është më të njëjtën datë me qytetërimin hitit. Fjalët e gjuhës shqipe përkojnë 100% me fjalët hitite. Gjuhësia mbështetet nga ngjarjet astronomike. Ylli polar i sotëm ka qenë syri i dragojit për më shumë se 2000 vjet. Pra qytetërimi i lirë ka zgjatur për 2000 vjet dhe nuk quhet i lirë, por Yllianka. A jeni krenar për këtë zbulim? Kjo e ka përsen çdo lloj imagjinate njerëzore. Çdo lloj imagjinate. Është e papërsëritshme kjo që ka ndodhur. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe për ftesën në bisedën drejt për drejt dhe mirëpafshim në filma të tjerë shkencor.